Edhe zakonisht sa shkon kështu, kum dëgju që edhe Ramazanin e ke mojt dikun 35 Ramazana. Shiko, besimi është shumë i rëndësishëm për njeriu. Në periudhat ndryshme të jetës është gjithçka që e ke. Në momentet caktuara është gjithçka që e ke. Prandaj duhet ta vlerësojmë besimin si diçka e rëndësishme, unë e vlerësoj kështu. Për sa i takon praktikimit pastaj të riteve fetare, po, Ramazanin e kam tradit, 12 vjeç kam qenë kur kam fillu të agjeroj pa ndërprerë komplet Ramazanin, dhe tash kam përshtypjen janë 35 apo më shumë Ramazana që i kam agjeru, pavarësisht kohëve, pavarësisht gjithçkaje unë kur nuk jam dalë. Sidoqoftë është një obligim që e krym, është diçka personale dhe e bëj me kënaqësi. Më pëlqen, bravo, më pëlqen një diçka që ju që je këtu, po domethënë je shumë modest, shumë pak se heç që ke përmend që ke qenë pjesëtar i Ushtrisë Lirimtare të Kosovës. Kjo përveç se meriton dorëtërkitje, meriton edhe respekt. Që gjithë kemi qenë në atë kohë në luftë. Diçka, po jo ushtar. Ama, unë e vlerësoj veç faktin se njerëzit me vetëdije kanë shkuar në luftë, sepse nuk ka qenë e lehtë. Ne kemi pas informacione, e kemi ditë kënd e kemi përballë, e kemi ditë çfarë force e kemi pas, çfarë kemi pas, kockat tona, mishin ton, edhe nga një armë të hekurt aty, armë që mund na lenin në rrugë. Prandaj vetëm vendimi është shumë i rëndësishëm. Të tjerat pastaj janë çështje që lidhen me atë se sa e ke fatin, si e ke fatin, si gjendesh, po kush e ka marrë vendimin? Edhe ka shku në luftë, është bë ushtar, duhet ta gëzoj, nga unë e gëzon respektin maksimal dhe natyrisht të lumt ata që kur i ka thirrë detyra e vet dhe ju kanë qenë gati. Jam shumë i lumtur që kam qenë gati, nëse nuk e kisha bërë atë veprim, sa do të qoftë minimal që është, konsideroj se do ta kisha peng. E vërtet. Liridona, nëse lajmi për juve do të jetë, domethënë gazdaria do të jetë një lidhje dashurie, a i shikon besnike në lajme? Që tu e ke lidhë fort, shka bibi? Nëse të të ishte lidhë dashurie, për shembull gazetaria, a kështë qenë besnike në lajmë? A i kështë ne të besu shumë lajmit? Pibje domethënë dashurijës. Si shikon? Ma ke pështjel. Tash, qka i djenë ma mirë, me qenë besnike në lajma. Bravo, të gjidi. Jo më nuk thashe, dhe unë e kena kalu moti kohën e dashurisë. Jam lidh me bashkëshortin tim, 15 vjetë, tash mo jena konsoliduar shumë si qift, burë e grua, sa që veç për punë jena to e folë. Po, a? Veç për punë. Dhe më thonë kështu i vetë njerës dhe në shpi kusht vetët Liridona a burri? Jo, dhe krejt interesant, ashtu në bas të karakterit, mendojnë që pyte mune, unë jam bosi shpis. Ty shgudzëm me pozon vjera, se ti gazetare investigativ dhe ere o pësi rast. E duhet me pyt vjerën time, se krejt ashtu e di kur e takojnë, ja japin atë për shtypje, i thonë, aha, ti Liridone nuse ajo, kur vjen shpi pra për herë ma thot njëjtë, po krejt ashtu thonë, po ti një herë pësis